bashkë me Evisin dhe Sarën, do të realizojmë ndryshimin përshtatjen skenike të një këngëtare, e cila është këtë edicion të festivalit fundvitit pjesëmarrëse me një këngë. Bëhet fjalë për Saviana Vjerda, të cilën unë e mirëpres në studio. Saviana, mirë se vjen. Mirë se erdhe e dashur në Eja të ne. Dhe kënaqësi të kemi këtu në studio, të uroj të ftoj të ulesh e të reatohesh. Ne kemi këtu Savianën, do të realizojmë një ndryshim, po për të pasur një ide më të plotë se çfarë ndryshimi i duhet, unë sugjeroj të ndjekim klipin e këngës me të cilën ajo prezantohet këtë vit në festivalin e fundvitit. Unë të kam gërguar, por ti më ke ikur. Sa herë të gjeja s'di pse kam eshtu, sa herë më ikje s'di pse kam thiru. Ti fytyrë nuk ishe ashemër, asy hapin unë të ndjeja, po nuk lije gjur. Më shfaqesh befas, vrapoja unë të ty, dhe gjeja dritë hien e pemven mu. Asy hapin unë të ndjeja, po nuk lije gjur. Shfaqesh befas, vrapoja unë tek ty, dhe gjeja dritë hien e pemven mu. Pa e ditur, mister ne kemi bërë një gjë kaq të thjesht. Ke ardhur kam meshtur, ke ikur kam thirr, dimër për dimër, e vjesht për vjesht. Saviana, atë nuk të ndihmojmë dot ta gjesh, me qenë se nuk e paske gjetur as vet, po të ndihmojmë me disa ide për paraqitjen tënde skenike gjatë festivalit.
edhe besoj që kjo do t'ishte një ndihmë e vyer, apo jo? Shumë e vyer, nuk e di çfarë të më thonë që kishte me kënë ky proces, po më duket si me kënë tek dhoma e grimit edhe njëkohësisht të fola ato. Kjo është një mini dhomë grimi. Kjo është një laborator grimi, kemi një korrigjim. E ndërkohë, Evisi dhe Sara kanë filluar direkt nga puna, ndërkohë që ne po ndiqnim këngën, për të realizuar një look skenik, nisur edhe frymzuar edhe nga klipi, nga kënga e Savianës. Evis, më thuaj pak çfarë po mendoni të realizoni? Atëherë do t'i drejtojmë flokët, do t'i bëjmë një drejtim natyral të flokëve, pra nuk do japim atë drejtimin fare të drejt, po të ketë një, sepse dhe kënga i përshtatet në atë lloj imazhi që ne do krijojmë, do t'i japim volum të pjesa e rrënjës, pjesën fundore të flokëve do t'a punojmë duke e punuar nga brenda, pra të tjetë me volum floku të krijoj volumin, është pak e vështirë sepse flokët janë extension, por ne do t'a realizojmë në përshtatshmëri dhe me tekstin e këngës, dashuri që shkon e vjen, asnjëherë nuk përfundon, por ne flokët edhe make-upin do t'ja përfundojmë perfekt. Sara, e ke iden e plot se çfarë do të realizosh tek pjesa e grimit? Do t'jetë një nuancë që do mbizotroj? Do jetë një nuancë tek ngjyrat natyrale, fola paraprakisht me gocën edhe donte diçka natyrale dhe jo shumë të ngarkuar. Për momentin përpunoj me vetullën, ta plotësoj disi. Duke qenë se ka një vetull të shkurtër, po mundohem t'ia zgjas dhe t'i bëj një sy me fund të hapur. I gjithë grimi fillon nga vetullat, apo jo? E kam unë një teknikë të time, që filloj gjithmonë me vetullat. Në rregull. Saviana, sa e rëndësishme është për ty pjesa e paraqitjes skenike përpos performancës tënde live, gjithashtu edhe performancës tënde nga ana vizuale? Them drejtën, unë jam kujdes gjithmonë që sa herë kam dalë në skenë, me kanë shumë okej, sepse po sunniva okej me make-upin, me veshjen, as konga së më shkon mirë. Është një element shumë i rëndësishëm make-upi edhe flokët, sepse të bën të ndjesh e sigurt në skenë kur ti ndjesh mirë me këto dy element. Njëri nga këto të çedoj, të prishet komplet, ajo komoditeti, shpërqendrohesh, nuk e ke më mendjen te kënga, e ke mendjen të prekësh flokët, s'ka ka make-upin mirë, miku shkëlqyesi buzëve. Këto janë elementet cilët ndikojnë në gjendjen emocionale të artistit, dhe jo vetëm të artistëve, po të njerëzve në përgjithësi. Ne kur kemi një make-up të përshtatshëm dhe një krejje shumë të mirë të flokëve, marrim një lloj vetbesimi ndryshe. Kot nuk aplikohen dhe në kot nuk janë dy teknikat më të kërkuara për sa i përket femrave, flokët edhe make-upi. Pra të ndryshon, jo vetëm të ndryshon dhe të përshtatet me ato çka ti po bën, por të bën të ndjesh dhe mirë emocionalisht. Evis, ti ke trajtuar flokët e shumë personazheve që mund kenë pasur dalje të ndryshme skenike. Besoj është përgjegjësi e madhe në një aspekt dhe të dashur që ti studiosh në një farë mënyre personazhet edhe daljet e tyre, si ato ngjajnë më mirë nga ana. Nuk është te kollajt të trajtosh artistët, sepse artistët kanë një anë emocionale ndryshe. Në qoftë se një person i zakonshëm shkon në një festë dhe nuk e jep aq shumë rëndësi, ndoshta do bëjmë në një festë tjetër dhe më bukur, një dalje televizive e një personazhi i cili është artist, është publik, ngelet gjithmonë aty, ngelet në memorien jo vetëm të artistit, po dhe të fansave të cilët e ndjekin. Dhe kjo ka të bëjë shumë. Personazhet publik janë të vështirë në trajtime, për të qenë realist, sepse janë shumë sy që e shikojnë, shumë sy që e komentojnë. Dhe që e gjykojnë her pas here. Plus që duan të vinë me trendet të reja. Pra duke qenë se janë persona publike, ato shfaqen shpesh herë në për emisione, në për kamera, shfaqen në publik, dhe gjithmonë duan ato ndryshimet dhe trendet. Artistët dhe personat publike janë ata që bëjnë modën, që sjellin trendet e reja nëpërmjet parukierëve dhe grimierëve, por janë ata të cilët ne ja aplikojmë për të bërë viral dhe për të kërkuar dhe nga personazhet e tjerë. Saviana, për ty procesi i grimit dhe i stilimit të flokëve përpara një performance, të bën që të relaksohesh pak, të largohen pak emocionet apo t'i shton ato?
thëmë drejten, është pak edhe tek tipi, kur je pak i dërushëm, e duren këtë pjesën e procesit. Po në momentin që unë jam të grimi dhe kur jam para një shfaqje, mendja ema është non-stop se si ka me ka një shfaqje. Dhe je agituar, nëse mund të themi, që me zi pret që të... Gjithmonë jam marrë me grimierët e mi personal, me thonë që ata më kanë regullua dhe kam najtë krejt pa me rakë, me thonë. Kurse kur je kështu për herë të parë, normalisht që ki atë me rakën, si po delë, si po... Kryon siguria, kur ke një grimier, një personazh i cili të njeh natyrën, të njeh ato tekat, çfarë do, çfarë nuk do, gjithmonë përshtatet dhe prandaj njerëzit gjithmonë mbajnë një make-up artist dhe një parukier të tyren edhe për vazhdimsinë. Biles jo më larg se sot më shkruajti në Instagram një personazh i cili më thoshte jam e kënaqur me flokët e mia, po doja të bëja një teknik balajazhi kështu siç i kam. Dhe përgjigja ishte, përse ti e ndron parukierën tënde? Do të të sugjeroja që mos të ndroje. Kjo nga ana profesionale është shumë korekte, po nga ana e biznesit nuk është okej. Unë mendoj që sot largova, mendoj, një klient, por me shumë bon sens, përderisa ti e kënaqur, dhe kjo është gabimi që bëjnë shumë njerëz, parukieri i veston tek personazhi, tek klienti. Përderisa ti e kënaqur, nuk e pse ndron, nuk e pse teston diçka tjetër kur je i kënaqur, ama në momentin që ti nuk ndjesh komod, ja këshilloj të gjithë të ndryshojnë dhe të eksperimentojnë, të provojnë. Por jo kur ti se është investim. E mira që ti japim mundësin personave të ndryshëm që të na tregojnë versione të ndryshme, ndoshta ne mund të pëlqejmë një rezultat, por mund të ketë edhe më mirë, mund ta shohim edhe nga ky këndvështrim. Ndërkohë kam një pyetje se shiko, unë e di që ti do të mbrosh anën tënde dhe prandaj po vazhdoj tek Saviana. Jo, unë mbroj anët e të gjithëve, domethënë, kjo ndoshta thash, sot unë humba një klient, por që njeriu duhet jetë realist, duhet ta mendoj, kur e mendon si nga vetja jote, ti e mendon gjithmonë në drejt. Po kur ti je i kënaqur, kur shëndetin e flokut e ke të ruajtur totalisht, nuk e pse dhe kur je i kënaqur me atë, vërtet mund të kërkosh diçka të re, mund t'ja kërkosh parukieres ose grimieres tënde, të cilët mund të realizoj shumë herë më mirë se një personazh i ri, sepse të njeh portretin, të njeh strukturën e flokut. Por megjithatë, njerëzit duhet të provojnë pa diskutim që po. Saviana, në paraqitjet e tua, në ekran dhe në daljet e tua para publikut, sa ndryshe je nga Saviana e përditshmërisë dhe jashtë larg skenës? Unë gjithmonë jam mundu me rujtë naturalitetin tem, nuk ka se dalë dhe me thonë jashtë karakterit. Pra nuk është një personazh që ngrihet vetëm në skenë. Ja, nuk kështu jam edhe njëtën e përdiqme. Kjo Saviana, këto sytë e lyme, buzd, ose si kam sytë e lyme, vetëm buzd e lyme. Mënohem me najtë, kam kriju atë imazhin tam dhe mënohem me rujtë atë gjo. Më pëlqen shumë naturaliteti edhe nuk kam që... Edhe sot në studio na erdhi e grimuar, Normalisht. Kështu që kjo tregon që është një person i cili i kushton vëmendje anës paraqitjes vizuale, edhe është një lloj respekti për veta dhe e komplimentoj. Faleminderit, se ju ka keni shumë mira. Faleminderit. Ka një moment që je ndjer, ka pasur një moment që je ndjer jo fort komode, rehat me paraqitjen tënde skenike, Saviana, që me vërtet ka ndikuar edhe në performancë? Ka pas, realisht. Nuk ka se s'ka pas. Ka pas në një moment që, ne kena problem shumë kur lëvizim në për qytetet e tjera. Ato e kena pak problemin, sepse nuk e njohim, nuk e dina se janë, edhe momentin kur e shef që të del një sy poshtë, ose se unë e kam i gjatë që mundojmë gjithmonë që pjesën e syve ta kemë theksuar me më dal pak nelt, nga që vej struktura e syrit është pak poshtë e jemja. Edhe është shumë rëndësishme për mu dhe me thanë me dollë ashtu si që unë kam dëshirë veta. Po ka pas, ka një ku tek humori, po jo tek kanga. Te humori më ka një ku shumë. Pra performanca ka qenë e njëjtë, por thjesht ndoshta ndjesia që ti ke pasur nuk ka qenë ajo. S'jam një ajo Saviana që duone, s'jam një fresh, nuk jam një
Nuk jam një rehat. Një profesionist si këngëtarja e sot me diti menaxhoj situatat, nuk pavarësisht se ka ndikim emocional, po te ana profesionale nuk besoj se duhet të ndikojnë. Po, varet gjithmonë, ka ditë që jo të gjithë japim maksimumin ton. Sara, je duke realizuar pjesën e syve, apo jo? Jam drejt fundit me pjesën e syve. Drejt fundit, me ngjyrat Si që tha dhe Saviana pak më herët, e ka pak të problemin e syrit, sepse ka të bëj me një kockë që është goxha e theksuar, dhe mënyra se si ajo i ka heq vetullat, tregon që e ka problem pjesën edhe do ta ketë diçka sa më të ngritur, edhe unë jam munduar në këto kushte që t'i sjell një bisht të sfumuar, mund të theme, që t'i jap atë iden që është një sy i tërhequr edhe i ngritur përsipër. Në fakt, ne jemi pak në kushte jo shumë komode, sepse gjatë kohës që Sara punon, unë ja lëviz gjithë kohës kokën duke krehur pjesën e flokëve, dhe është një nga diskomoditetet më të mëdha që mund t'i bësh një grimieri, që gjatë kohës që... Vërtet, dhe Sara nuk ka asnjë ankesë, në asnjë moment nuk thotë... Sepse ne jemi mësuar të punojmë me fluks, jemi mësuar të punojmë në grup, duke marrë përsipër dhe evente të cilat janë shumë voluminoze, ne tashmë jemi përshtatur edhe me këto situatat që ndoshta jo komode për ne, por do t'i përshtatemi. Përshtatshmëria është një virtyt jashtëzakonshëm të njerëzit dhe është një nga virtytet që o e ke ose ke, është shumë e vështirë për t'u mësuar me përshtatjen. Janë natyrat të cilat përshtaten dhe me situatat që mund të ndodhi, sepse ka dhe situata që ndodhin në për këto emisionet. Teleshikuesit shohin pjesën më të bukur, të cilat kamerat na fokusojnë, por në për evente ka edhe problematika. I pëlqeu, se pëlqeu, para daljes televizive nuk më pëlqen syri, lotoj syri, lëvizi qerpiku. Kemi pasur edhe në emisione live, që mund t'i kenë lëvizur qerpikët, ka harruar që ka vënë qerpik falso, ka kruajtur syrin, kemi hyrë në publicitet, që jemi munduar pra teleshikuesit shikojnë pjesën e bukur që ne duam t'i kënaqim, por ato mbrapa skenat janë pjesa më emocionuese dhe sigurisht që lejnë mbresa dhe janë shumë të bukura. Backstage-et gjithmonë janë shumë të bukura. Sa e rëndësishme është për ty autenticiteti në sken, në krijimin e një personazhi përpara publikut? Sa e rëndësishme është për ty të qenurit ndryshe edhe të identifikuarit vetëm si Saviana? Unë e thash edhe parë, jam mundu gjithmonë me rujt një portret, në me thanë, sepse kur e krijon, ashtu met. Edhe më ka pëlqyer gjithmonë thjeshtësia, është shumë e rëndësishme, sepse nuk kam pas shef kur me doli është karakterit tem. Edhe nuk ma mërmendje se munden me më shku shumë make-upet e randume, apo ku di nështë edhe munden me më shku, se nuk e di. Nuk e tentuar asnjëherë të provosh... Maksimumi kam tentu vetëm të smoky eye, që i kam bë, me shkojnë, nuk ka se s'me shkojnë, por si kur me nxjerrin sytë më të vogla, edhe unë e kam shumë dëshirë që këtë pjesën të takim pak si ma... Je ndjerë bukur, po si ndjerë vetja. Bravo. Dhe kjo është shumë... Por të ndjerë vetja është shumë e rëndësishme, ndoshta mund të përshtasje shumë bukur një make-up ose një stilin flokosh, po nuk ishe vetja, po së ndjeve mirë, sa do të thonë të gjithë personazhet që të shohin që je bukur, ti nuk ndjehesh vetja, nuk ndjehesh komod. Do ato kornizat e tua, dhe pastaj mund të lëvizësh te kornizat, po jo për dalë komplet totalisht nga vetja. Në fakt ndodh edhe shpesh të dëgjojmë edhe shprehjen më pëlqen shumë si rim tek të tjerët ose te dikush tjetër, po tek vetja nuk mund të qëndroj me një luk të caktuar ose një veshje të caktuar. Nëse do t'i vendosje një emërtim ose nëse do t'a përshkruaje paraqitjen tënde skenike, si do t'a quaje? Thjeshtësi, modesti, edhe unike nuk mundem me thonë, sepse ma shumë fjalla unike apo e veçantë është tek personat që ka një stil të vetë, në thonë që mund t'jem pak weird me një flokë ndryshe, një diçka ndryshe në fytyrën e tyne. Po modesti, ma shumë sa se sa. Modesti, po
me fuqi në Me skenë. fuqi, po, potencë. Me potencë edhe me një performancë jo modeste. Je bërë gati për festivalin, për performancat live? Unë sa po ka marrë prej provave realisht, edhe ishim të i diskutu dhe për pjesën e imazhit në skenë, sepse normalisht tash janë edhe shumë punë tjera që i do të bëhen edhe dritat e të në gjëna skenografia. Jam bë godi, jam shumë godi, kam me shumë dëshirë edhe mezi po pres, dhe me thallë. Unë sa herë kam bashkëbisedim ose kam të ftuar nga Veriu, nga Shkodra, është një kënaqësi ti dëgjosh, edhe kur janë duke kënduar, se duket sikur janë duke kënduar. Dialekti juaj është shumë i bukur dhe interesant. Shumë faleminderit. Edhe Si një vi melodike, është si një... Tashun, edhe kur janë duke kënduar, një formë muzike është edhe ajo. Vajza, shoh që jeni drejt përfundimit. Apo Avash, jemi drejt përfundimit. Po realizojnë dhe hapat e fundit përpara mbylljes së një ndryshimi Nga tu do e pengoj pak Sarën, unë se do dhe një ullë pjesën e ide që balukës. Saviana mund përdor për paraqitjen e saj skenike në festival. Që edhe unë duke gjatë kokën që të shoh, se jam shumë kurioze. Nuk mund të humbas. Kurioz jemi dhe ne, se pjesën për para ne nuk mund t'i dalim do të kamerave për t'a parë. Jemi në momentin e pjesës së buzëve, që është edhe hapi i fundit për realizimin e make-upit, ndërkohë e Visi po vendos edhe dhakun, që çdo gjë të qëndroj aty ku duhet, asnjë qi me floku mos të lëviz, sepse kjo është shumë e rëndësishme në daljet skenike, qoftë të këngëtarëve, por jo vetëm. Goca, më thoni kur të jetë përfunduar realizimi i lukut, që të... I kemi dhënë pak volum në pjesën e kupolës, që të ketë atë madhështinë e skenës, flokët i kemi drejtuar, një pjesë të flokëve kemi lënë në pjesën ballore të portretit, pra që ta evidentojmë pjesën e flokut, duke qenë se ka të gjatë, pse jo, zakonisht shikojmë që flokët e gjata gjithmonë i mbledhin në për evente, por nuk e kuptoj pse i mbajnë të gjata, kur i mbajnë gjithmonë të mbledhura dhe jo të lëshuara. Shiko, varet, dalim aty ku u shpreh pak më parë se si ndihen. Ndonjëherë njeriu ndihet mirë në një formë të caktuar, pavarësisht se ndoshta nuk bën sens për shumë të tjerë. Kam përshtypjen që vajzat janë në përfundim, ishte një punë e thjeshtë për ju, pasi Saviana ka tipare shumë të rregullta dhe në thjeshtësinë dhe modestinë e saj ngjan shumë bukur. Flokët ishin një model i thjesht të drejta, por pak me volum të shtuar, dhe tani është momenti që ne t'i japim mundësinë e Savianës të shihet në pasqyrë. Saviana, të ftoj që të shkosh tek pjesa e Lumshin dur të hera, Faleminderit. Të urojmë dhe ty shumë suksese. Le të ndjekim edhe... Perfekte. Unë realisht jam të dosh me pyet se si e ka emrin studioja, që ta dim të paktën kur të vim këtu në Tiranë. Patjetër ne do ndrojmë kontaktet tona, numrat e telefonit. Gjithashtu do jemi dhe pjesë, do të votojmë, do jemi fansat. Patjetër do të ndjekim në festival dhe të urojmë sa më shumë suksese, dalë sa më mirë edhe mbi të gjitha shkëlqefsh në skenë. Që performanca të shkoj siç duhet. Ne afrohemi tek këndi për të bërë mbylljen e kësaj rubrike edhe për të ftuar gjithashtu dhe Ivën të na bashkojë në skenë për të vazhduar me rubrikat e radhës. Ju faleminderit. Faleminderit. Suksese. Faleminderit.